Bismillahirrahmanirrahim, vllazërit e nderuar, prap jemi tek kjo motra jonë që Rebekaj, si çdo muj prap kemi ardhur mi dalë në ndihmë. Kësaj here kemi ardhur mi dalë në ndihmë me ndihmën e pronarëve, pra autopjes Besnikun e Navosel të Voshtres. Kemi ardhur mi ndihmu kësaj familjes. Kjo motra jonë jeton me këtë vajzë, ne çdo muj i kemi premtuar që do t'i dalim në ndihmë. Motër qyshi? Mirë. Për çdo herë duke bisedu njëjtën temë, kështu që çdo herë do dalim në ndihmë, ki edhe veshmati e baki edhe. Prandaj për juve, për aty s'po më njëmën, ma shumë dhe për ju, se u këna bona shta të laushe për aty të më mbru sene, prandaj për juve shumë. Sa herë kish nevojë, çdo herë drejtohet tek ne, ne do të dalim në ndihmë çdo muj, si dhe harxhoj çto prap drejtohet tek ne. A ka ma mirë që me gëzu këtë jetim, elhamdulillah për Zotit që Allah ja dha mundësin pronarëve autopjes Besnikut me ushqy këtë vojzë vogël këtë jetime pasi burri ka vdek sa i mutreson. Të sheni edhe vetë ku shkon haku juaj, çdo herë haku juaj shkojnë dhe ato familje ku ja vlen, shoqata jonë ba mirë se iniciativa troket çdo herë në derën e atyre cilë me halë me derte. Dhe për juve shumë. Po më harani, po më bëni harë gjithë. Nëse nuk lajmërohet asnjë bamirës me ardhë me ta pastrua borën, ne do të vimi nga Mitrovica me emër të Allahut, edhe do ta pastrojmë. Nëse kemi kohë, nëse kemi kohë. Po dhe këtë mirë vakt s'pa kohë. Vllazërit e nderuar, peshen edhe ta borë, ju ka borë me borë. Ne do të mundohemi kur kemi kohë të lirë që të vimi t'ja pastrojmë këta borë. Nëse ndonjë kujshi këtu afër, nëse ka maqinë borë, e kishum paguja, kishum mundsu një pagesë, vetëm ja pastru këtë abar me bari, sepse ne është lartësi e madhe ne me ardhë me macina prej Mitrovice, po inshallah lejmërohet dikush, nëse s'lejmërohet do të mundohemi të vimi. Motër, ne do të mundohemi të gjejmi kohë, inshallah kemi mundësi, po nëse gjejmi kohë kemi me ardhë me ta pastru aborën, nëse s'lejmërohet do një bamirës tjetër, nëse nuk gjejmi kohë kurtsesisht, inshallah në bëni Allah. Kur buzëqesh një jetim, gëzohet zemra. Por kur qanë ndridhet ndërgjegja e atyre që e shohin e nuk e ndihmojnë.